I nderuar kryeministër me kabinetin qeveritar, të nderuar deputet, të nderuar qytetar dhe media që jeni prezent. Sot pra kjo seancë është thirrur me kërkesat që u prezantuan nga grupet parlamentare të opozitës dhe çfarë po propozohet në thelb, po propozohet pra ulja e përkohshme të VSH ose akcize, subvencionimi i sektorëve më të ndjeshëm përfshirë bujqësinë dhe prodhimin si dhe mbështetjen për transportin publik dhe më shumë, por pa asnjë plan dhe se si do të kompenzohen ato. Le ta themi qartë, kjo mund të tingëlloj mirë për ju në aspektin partijak, ju deputet të opozitës, por është ekonomikisht e papërgjegjshme dhe politikisht populiste. Këto të hyra publike nuk janë abstrakte. Këto të hyra nga buxheti i shtetit janë paga për mësuesit, për mjekët, investime në infrastrukturë, mbështetje për familjet dhe për bizneset. Pra, pyetja është shumë e thjeshtë. Për rritjen e çmimeve të naftës i bartur nga inflacioni për shkak të krizave gjeopolitike, a jemi gati të themi qytetarëve se do të ulet mbështetja për familjet dhe bizneset dhe do të shkurtohen shërbimet publike për një masë që nuk garanton as ulje reale të çmimeve të produkteve të naftës, sepse le ta sqarojmë edhe këtë. Ne si grup parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje me qeverisjen tonë, kemi ndërhyrë aty ku duhet. Kemi formalizuar tregun e naftës, kemi eliminuar kostot e panevojshme dhe kemi rritur transparencën. Këto janë masa që japin efekt real dhe afatgjat. Të nderuar deputet, të dashur qytetar, në fillim të mandatit tonë qeverisjes nga Lëvizja Vetëvendosje, ne u përballëm me një realitet të vështirë, të trashëguar nga ju qeverisjet e kaluara. Keqpërdorimi dhe korrupsioni kishin zënë vend thellë në sektor të rëndësishëm të ekonomisë, si në publik ashtu dhe në privat. Këto dukuri nuk ishin të rastësishme, ato ishin të lidhura ngushtë me interesa të ngushta, me grupe dhe monopole të afërta me politikën që për vite me radhë kishin penguar zhvillimin e tregut të lirë dhe konkurrencën e drejtë. Gjatë 5 viteve të fundit dhe në vazhdim, ne kemi ndërmarrë hapa konkret për të identifikuar dhe eliminuar këto praktika të dëmshme. Kemi punuar për të krijuar një ambient ku të gjitha bizneset kanë mundësi të barabarta, ku konkurrenca është e drejtë dhe ku zhvillimi ekonomik është i qëndrueshëm dhe në shërbim të qytetarëve. Një nga shembujt më domethënës të transformimi është pra sektori i naftës. Për më shumë se një dekadë, ligji i naftës kishte mbetur në pritje për miratim. Arsyeja ishte e qartë, lidhjet e forta me interesat monopoliste që përfitonin nga mungesa e rregullimit të tregut dhe transparencës. Sot, ju që e penguat këtë ligj të naftës, jeni në opozit, ndërsa ne kemi marrë përgjegjësinë për të reformuar këtë sektor rrënjësisht. Le të kujtojmë se ku ishim para vitit 2021. Vetëm gjysma e pikave të shitjes së produkteve të naftës ishin të licencuara, gjithsej 742 pika shitse me pakicë të produkteve të naftës. Tregu ishte i paformalizuar, i pakontrolluar dhe i padrejtë. Tarifat për licencim ishin të larta dhe të paarsyeshme, duke variuar nga 500 deri në 5.000 euro, ndërsa licencat kishin afat të vlefshmërisë vetëm për 2 vite, një barë e vazhdueshme për bizneset. Operatorët përballeshin me koste të shumta për çdo procedurë, nga marrja e mostrave te analizat laboratorike private, që kushtonin mesatarisht 600 euro një analizë, shpesh me standarde të dyshimta. Verifikimet kryheshin nga subjektet private, trupa vlerësues të konformitetit, por me tarifa të larta dhe pa garanci për transparencë, pa garanci për standarde. Ndërkohë funksiononin 4 rafineri të ashtu quajtura, të cilat operonin jashtë çdo standardi dhe cënonin cilësinë e derivateve në treg. Ky ishte një sistem që favorizonte pakicën dhe dëmtonte shumicën, bizneset e drejta, të ndershme dhe konsumatorët. Sot, pas reformave të ndërmarra në periudhën 2021-2025 dhe në vazhdim, tregu i naftës ka ndryshuar rrënjësisht. Ne kemi miratuar ligjin e ri të naftës, duke vendosur standarde moderne dhe duke rikthyer kontrollin shtetëror aty ku duhet të jetë. Sot, 98% të pikave të karburanteve janë të licencuara. Kjo do të thotë se tregu është formalizuar. Kemi ulur tarifën e licencës në vetëm 50 euro, një reduktim drastik që lehtëson bizneset dhe nxit formalizimin.
Po ashtu kemi zgjatur afatin e licencës nga 2 në 6 vite, duke ullur barën administrative dhe duke rritur stabilitetin për operatorët ekonomik. Një ndryshim thelbësor është eliminimi i kosteve të panevojshme dhe praktikave abuzive. Marrja e mostrave tani kryhet nga Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, që janë të certifikuar dhe pa asnjë pagesë për operatorët. Analizat laboratorike realizohen në laboratorin publik të doganës së Kosovës dhe bizneset e rregullta nuk penalizohen. Laboratori publik i doganës tashmë është i akredituar për një numër të konsiderueshëm parametrash, 13 për dizel, 15 për benzinën, me zgjerim të mëtej në vitin 2026, pra me 7 parametra shtesë për benzinë dhe 4 për dizel. 4 rafinerit e vjetra janë mbyllur, duke eliminuar burimet e karburanteve me cilësi të dobët dhe jashtë standardeve. Gjithashtu kemi miratuar një ser vendimesh rregullative që adresojnë çështje kyçe si kontrolli i çmimeve dhe siguria në transportin e produkteve të naftës dhe po ashtu vazhdojmë tutje me këto vendime. Rezultatet janë të qarta dhe të matshme. Kemi arritur formalizim të plot të tregut, kemi ullur ndjeshëm kostot për bizneset, kemi rritur cilësinë dhe sigurinë e derivateve, kemi eliminuar praktikat e pastandardizuara dhe abuzive. Kemi forcuar mbrojtjen e konsumatorit dhe mbi të gjitha kemi krijuar një treg më transparent, më konkurrues dhe më të drejtë. Kjo nuk është vetëm një reformë sektoriale, është një dëshmi se kur ka vullnet politik, ndryshimi është i mundur. Ne kemi treguar se shteti mund dhe duhet të jetë garancion i rregullit, i drejtësisë dhe interesit publik. Angazhimi ynë mbetet i palekundër për të vazhduar me reforma që luftojnë korrupsionin, që forcojnë institucionet dhe që ndërtojnë një ekonomi të shëndosh për të gjithë qytetarët. Faleminderit.